Vajzë, si hyre këtu? Infermierja Ivaneta mbeti e ngrirë në pragun e dhomës 304. Sytë e saj nuk besonin atë që shinin. Një vajzë e vogël me flokë të artë, e veshur me një fustan të thjeshtë jeshil, ishte ngjitur mbi shtratin e pacientit më të rëndësishëm të spitalit universitar, duke mbajtur me delikatesë dorën e Saul Bravës. Zemra e Ivanetës filloi të rrite fort. Nëse doktori Herrera do ta gjente atje SHS, përshpëriti vajza pa u kthyer fare. Ai po sheh një ëndër të bukur. Mos e zgjo. Monitorët që kishin qëndruar monoton për 3 muaj shfaqnin papritur kulme aktiviteti që Ivaneta nuk i kishte parë kurrë. Pulsi i Saulit ishte rritur, por në mënyrë të qëndrueshme, sikur po dëgjonte vërtet. E vogël, nuk mund të jesh këtu. Kjo është terapia intensive. Vetëm familjarët lejohen. Ai më dëgjon, e ndërpreu Maja me sigurinë absolute që vetëm fëmijët kanë. Kur i flas, gishtat i lëvizin pak. Shiko. Ivaneta u afrua ngadalë. Vërtet, kur Maja i shtrëngoi butësisht dorën, gishtat e Saulit u dridhen lehtë. Si quhesh? Maja. Mami im pastron këtë katë natën. Ajo thot se ky zotëri është shumë i vetmuar, se askush nuk vjen ta vizitoj. Ishte e vërtet. Në 3 muaj, familja e fuqishme Brava e kishte vizituar Saulin vetëm 4 herë. Motra e tij, Victoria, vinte çdo 2 javë për detyrim. Ishe fejuara, Luiza, kishte ardhur një herë. Ortakët pyesnin vetëm kur do të mund të firmoste sërish dokumente. Çfarë i thua? Pyeti Ivaneta. I tregoj për shkollën time, për Macen princesha dhe i këndoj këngën që mami më këndon kur kam frikë. Ajo nisi të këndonte lehtë. Aktiviteti cerebral i Saulit u rrit ndjeshëm. Në 30 vjet pune, Ivaneta nuk kishte parë diçka të tillë. Fli, vogëlush, se kukulla do të vi, këndoi Maja. Qepallat e Saulit u drodhen. Nesër është ditëlindja ime, shtoi ajo me zë të ëmbël. Në atë moment, buzët e Saulit u lakuan në një buzëqeshje të lehtë. Hapa të shpejt u dëgjuan në korridor. Ivaneta, thiri infermierja kryesore. Paniku e pushtoi. Nëse do ta gjenin Majën aty, nëna e saj, Juliana, do të humbiste punën. Duhet të ikësh tani, i tha ajo vajzës. Maja i puthi dorën Saulit. Nesër vi prap. Mos ki frikë. Dhe u zhduk si një reze e artë. Monitorët vazhdonin të tregonin jetë. 2 javë më vonë, Ivaneta ishte bërë bashkëpunëtore e heshtur. Çdo natë, kur Juliana përfundonte pastrimin, Maja shkonte fshehurazi në dhomën 304. Shenjat jetësore përmirësoheshin dukshëm gjatë vizitave të saj. Një mbrëmje, Maja solli një vizatim. Është për ne kur të zgjohesh. Vizatimi tregonte një burg të gjatë me flokë të errët që mbante dorën e një vajze të vogël në një diell të verdhë. Pse mendon se do të zgjohet? Sepse dje ma shtrëngoi dorën 3 herë. Pa pritur, gishtat e Saulit u mbyllën fort rreth dorës së saj. Qepallat u hapën ngadalë. Zoti i madh, përshpëriti Ivaneta, duke thirrur mjekët. Sytë e Saulit u fokusuan te vajza. Angel, murmuriti me zë të ngjirur. Nuk jam Angel. Jam Maja. Jam 6 vjeçe. Ai u përpoq të ngrihej. Ku jam? Në spital. Ke pasur një aksident, por je mirë. Unë u kujdesa për ty. Mjekët hynë me nxitim. Doktor Herrera u tërbua kur pa Majën. Si është e mundur që një e mitur është këtu? Në atë çast, Juliana u shfaq në derë, e zbet nga frika. Maja zbrit me njëherë. Por Sauli, ende i dobët, e mbajti dorën e vajzës. Prisni. Kjo vajzë, më shpëtoi. Doktori e konsideroi të hutuar, por Sauli këmbënguli. E dëgjoja zërin e saj. Ajo më këndonte. Juliana mbeti pa fjalë. Maja, çfarë ke bërë? U kujdesa për të, si më ke mësuar ti, tha vajza. Sauli pa drejt Julianës. Ju jeni nëna e saj? Po, jam Juliana Ferreira. Punoj në pastrim. Më falni. Faleminderit, e ndërpreu ai. Faleminderit që rritët personin që ma ktheu jetën. Doktori kërkoi qetësi, por Sauli foli me autoritet. Kjo vajzë dhe nëna e saj nuk do të ndëshkohen. Përkundrazi. Ai ndjeu diçka të re, diçka përtej biznesit. Në korridor, një figurë elegante kishte parë gjithçka.
Victoria brava. 3 ditë pas zgjimit, ajo ecte në korridore si grabitqare. Kostumi i saj I shtrenjtë kontrastonte me ambientin e spitalit. Ajo kishte hetuar për 72 orë dhe ishte e mbushur me zemërim të ftohtë. Dua të di kush ka manipuluar vëllain tim, tha ajo me buzëqeshje të rrezikshme. Ndërkohë, Sauli priste Julianën. Kur ajo hyri me rroba civile, ai ndjeu zemrën t'i rrite më fort. Si ndihesh? Pyeti ajo. Sikur po zgjohem për herë të parë, u përgjigj ai. Juliana kërkoi sërish falje për Majen, por ai e ndaloi. Mos kërkoni falje. Ajo më shpëtoi. Ai mësoi për sakrificat e saj, për studimet e lëna për shkak të lindjes së Majes, për ëndrrën e saj për t'u bërë infermiere. Në atë moment, Victoria hyri me një grua elegante me flok platin. Saul, kjo është Luisa Rodriguez, e fejuara jote, tha me ton të ëmbël helmues. Ajri u rëndua. Juliana u tërhoq me dinjitet. Victoria buzëqeshi triumfalisht. Hetova Julianën. Ish bashkëshorti I saj, Roberto Sanchez, ka lidhje me ne. Emri e tronditi Saulin. Roberto kishte qenë punonjës I ndërtimores brava dhe ishte pushuar për vjedhje. Nuk mund të jetë e vërtet, murmuriti Sauli. Oh, po, tha Victoria ftohtë. A nuk është e çuditshme që vajza e tij u shfaq pikërisht në dhomën tënde? Luiza I shtrëngoi dorën. Duhet të jesh I kujdesshëm. Sauli ndjeu një të ftohtë që I përshkoi shpinën. Lufta për shpirtin e tij sapo kishte filluar. E dashur, është e qartë që ajo grua e planifikoi gjithçka. Me siguri e dinte që në fillim kush ishe. Për herë të parë që nga zgjimi, Sauli ndjeu dyshime të tmerrshme t'i pushtonin mendjen. A ishte e mundur që engjëlli I tij shpëtimtar të ishte në të vërtetë pjesë e një mashtrimi të përkryer? Një javë kishte kaluar që nga zbulimet e Victorias dhe ai ndodhej në një luftë të brendshme që po ndikonte edhe në shërimin e tij fizik. Mjekët kishin vënë re nervozizmin, mungesën e oreksit dhe netët pa gjumë. Por ajo që e shqetësonte më shumë ishte mungesa e plotë e Majes dhe Julianës. Që nga ajo pasdite, ato nuk ishin shfaqur më. Luiza, nga ana tjetër, ishte vendosur pothuajse në spital. Çdo mëngjes vinte me lule të freskëta, ushqim luksoz dhe plane për martesën. Po mendoja për ceremoninë në dhjetor, thoshte ajo, duke rregulluar orkide të bardha. Sauli e shikonte pa e parë vërtet. Ajo ishte e bukur, e suksesshme, zgjedhja logjike që familja e tij do ta miratonte. Por kur mbyllte syt, dëgjonte vetëm zërin e vogël të Majes që këndonte ninulla. Saul, po më dëgjon? Më fal, Luiza. Kam shumë gjëra për të përpunuar. Është normale. Doktori tha se trauma mund të krijojë lidhje emocionale me ata që ishin pranë gjatë shërimit. Një lloj sindrome mjekësore. Shpjegimi I saj tingëllonte I ftohtë. Diçka brenda tij u rebelua. A kishim vërtet plane për martesë? Pyeti ai papritur. Luiza hezitoi për një çast. Po flisnim për mundësinë. Kishim disa mosmarrëveshje të vogla. Fragmente kujtimesh filluan t'i ktheheshin Saulit, presioni, pritshmëritë, ndjenja se po jetonte jetën që të tjerët kishin zgjedhur për të. Në atë moment, Ivaneta hyri për të kontrolluar shenjat jetësore. Ivaneta, si është vajza? Pyeti ai me zë të ulët. Infermierja hezitoi duke parë nga Luiza. Maja është sëmur. Ka pneumoni. Juliana po punon turne të 2 fishta për të paguar mjekët. Zemra e Saulit u shtrëngua. Ajo pyet për ju çdo ditë, shtoi Ivaneta. Luiza ndërhyri menjëherë. Nuk është e përshtatshme ta përfshim në problemet e personelit. Ivaneta e pa me ftohtësi. Ajo vajzë ishte arsyeja që ai u zgjua. Sauli u ngrit me mundim. Ivaneta, ku jeton Juliana? Nuk mund të jap adresa. Një vajzë 6 vjeçare është e sëmur, tha ai me vendosmëri. Atë natë, pasi Luiza u largua, Sauli nuk mundi të flinte. Në orën 3 të mëngjesit, ai mori një vendim. Telefonoi Ivanetën dhe kërkoi adresën. Gjysmë ore më vonë, ishte në një taksi drejt një lagjeje të varfër, me një qese ilaçesh në dorë dhe me një vendosmëri që nuk e kishte ndier prej vitesh. Kur arriti te apartamenti I vogël, trokiti lehtë. Juliana hapi derën me sytë e fryrë nga të qarat. Saul? Çfarë bën këtu? Erdha të shoh engjëllin tim. Dhe t'ju kërkoj falje. Apartamenti ishte I vogël, por I mbushur me ngrohtësi.
Vizatim në mure, libra pranë divanit, fotografi nën e bi duke buzëqeshur. Ajo është në dhomën time, tha Juliana. Maja ishte shtrirë në një batanie me lule, me faqet e skuqura nga temperatura. Kur e pa, sytë e saj u ndriçuan. Saul, je i vërtet apo po ndëroj? Jam i vërtet, vogëlushe. Ai e mori në krah kur ajo kolliti. Pse nuk erdhe, pyeti ajo dobët, sepse u tregova budalla, tha ai me lot në sy. Lejova që të më mbushnin mendjen me dyshime. Ai u kthye nga Juliana. Motrat e mia më folën për Roberton. Por ti nuk je ai. Ti je një grua e jashtëzakonshme që rrit një vajzë të jashtëzakonshme. Juliana u përlodh. Nuk e dija kush ishe. Nëse do ta dija. Nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është kjo familje që keni ndërtuar. Do të thotë që mund të vizitoj sërish, pyeti Maja. Do të thotë që dua të jem pjesë e familjes suaj, nëse më pranoni. Në atë çast, telefoni i tij ra. Ishte Victoria. Ku je? Luiza është në panik. Jam aty ku duhet të jem, u përgjigj ai. Jam me njerëzit që dua. Humbjen e ke të sigurt, kërcënoi ajo. Kam marrë vendimin tim. Ai mbylli telefonin dhe pa Julianën. Do të jetë e vështirë. Familja ime do të luftoj. Je i sigurt? Kam qenë 3 muaj në errësirë. Vajza jote ishte drita ime. Maja buzëqeshi. Do të jesh baba im? Sauli dhe Juliana u pan të skuqur. Së pari duhet të fitoj zemrën e mamit, tha ai me buzëqeshje. Pa pritur, trokitje të forta në derë ndërpren momentin. Juliana Ferreira, hapni me njëherë, kemi urdhër gjykate. Victoria kishte hedhur kartën e saj më të rrezikshme. 6 muaj më vonë, dielli i mëngjesit hynte në shtëpinë e re të familjes Brava Ferreira në një lagje të qetë të Villa Madalena. Shtëpia ishte e ngrohtë dhe e thjeshtë, elegante sa për të kënaqur nevojat e Saulit, por e përulur që Juliana të ndihej në shtëpi. Lufta kishte qenë e ashpër, por dashuria kishte fituar. Sauli kishte mbrojtur Julianën në gjykat, kishte përballuar presionin e familjes dhe kishte riorganizuar biznesin sipas vlerave të reja që kishte mësuar. Në kuzhinë, Maja qeshte ndërsa përgatitej për shkollë. Juliana po përfundonte studimet e infermierisë me mbështetjen e tij. Sauli i shikonte me një ndjenjë mirënjohjeje që nuk mund të blihej me asnjë pasuri. Ai kishte humbur disa investitorë, kishte thyer fejesën me Luizën dhe kishte përballuar zemërimin e Victorias. Por kishte fituar diçka shumë më të madhe, një familje të vërtetë. Kur Maja e përqafoi, ajo përshpëriti, të thash që dashuria shëron më shpejt se ilaçet. Dhe Sauli e kuptoi se ajo kishte pasur të drejtë. Në errësirën më të thellë, ishte një vajzë e vogël ajo që i kishte kthyer jetën, dhe tani ai do ta mbronte atë dritë me gjithçka kishte. Në shtëpi, Maja, tashmë plotësisht e shëruar dhe rrezatuese nga lumturia, vraponte nëpër kopsh duke ndjekur fluturat shumë ngjyrëshe që uleshin mbi lulet e pranverës. Juliana përgatiste mëngjesin në kuzhinë, ndërsa Sauli rrinte në tryezën e verandës duke rishikuar dokumentet e fondacionit të ri që kishin themeluar së bashku. Betejë ligjore kishte zgjatur 4 muaj të vështirë dhe të lodhshëm. Victoria ishte përpjekur ta shpallte Saulin të paaftë mendërisht, kishte punësuar hetues privat për të gjetur skandale të Julianës që nuk ekzistonin dhe kishte ushtruar presion mbi bordin drejtues për ta përjashtuar nga kompania familjare. Por Sauli kishte dëshmuar se dashuria mund të ishte edhe e mençur e strategjike. Me ndihmën e avokatëve të pavarur, ai kishte dokumentuar me përpikëri rikuperimin e tij fizik dhe mendor. Kishte paraqitur prova të neglizhencës që kishte përjetuar gjatë komës dhe kishte kërcënuar se do të zbulonte publikisht kontratat e dyshimta që Victoria kishte fshehur prej kohësh. Në fund, u arrit një marrëveshje e balancuar. Sauli do të mbante 40% të aksioneve, Victoria 35% dhe pjesa e mbetur do të ushitej investitorëve të jashtëm. Ai do të përqendrohej në projektet e banesave sociale, ndërsa ajo do të drejtonte ndërtimet luksoze. Çuditërisht, Luiza ishte e para që e pranoi realitetin e ri. Gjatë procesit ligjor, ajo ishte afruar me avokatin e Saulit, një burr i divorcuar që e vlerësonte inteligjencën dhe ambicien e saj. Martesa e tyre ishte planifikuar për muajin e ardhshëm dhe ajo madje kishte ftuar Saulin dhe Julianën si të ftuar nderi. Je gati, zemër, thiri Juliana nga kuzhina, e veshur me uniformën e saj të re të bardhë si infermiere.
Ajo ishte kthyer në studime dhe tashmë punonte me kohë të pjesshme në spital për të mbuluar shpenzimet personale, ndërsa Sauli kishte këmbëngulur të paguante tarifën e universitetit. Krenaria e saj mbetej e fortë, por tani kishte mbështetjen që gjithmonë I kishte munguar. Sauli kishte krijuar një program pilot në spitalin universitar të quajtur Engjëjt e Shoqërisë, ku fëmijë vullnetar vizitonin pacient në koma ose në rikuperim të zgjatur për t'u sjellë atyre shpresë dhe shoqëri. Maja ishte koordinatore zyrtare për fëmijët dhe çdo të shtunë sillte histori, këngë dhe vizatime për pacientët e vetmuar. Babi Saul, bërtiti Maja duke hyrë me vrap. Në duar mbante një flutur me një krah të dëmtuar. E gjeta në kopsht. Nuk fluturon dot mirë. Mund ta shërojmë? Juliana e mori me kujdes fluturën dhe buzëqeshi. Ka nevojë vetëm për pak pushim dhe kujdes, siç ti dhe babit kur ishte I sëmur. Dhe siç babi na jep neve çdo ditë, shtoi Maja me mençurinë e saj të butë. Pak më vonë, të tre ishin në spital. Maja kishte këmbëngulur ta merrte fluturën në një kuti të vogël të ajrosur, e bindur se bukuria e saj do t'u sillte shpresë pacientëve. Në dhomën 318, një burr I quajtur Carlo ishte prej 2 javësh në koma pas një aksidenti pune. Familja e tij e vizitonte vetëm të dielave dhe pjesën tjetër të kohës ai qëndronte I vetëm. Përshëndetje, zoti Carlo, tha Maja me zërin e saj të ëmbël. Unë jam Maja dhe këta janë prindërit e mi, Juliana dhe Sauli. Kemi ardhur t'ju bëjmë shoqëri. Ajo u ngjit me kujdes në karrigen pranë shtratit dhe vendosi kutinë me fluturën mbi komodinën. Kjo flutura po shërohet, ashtu si ju. Babi im thot se gjërat më të bukura ndonjëherë kanë nevojë për kohë për të fluturuar përsëri. Monitorët shfaqen një lëvizje të lehtë. Juliana dhe Sauli u pan me habi dhe emocion. Vajza e tyre jo vetëm që e kishte shpëtuar Saulin dikur, por kishte zbuluar një dhunti për të prekur zemrat e njerëzve. Doni t'ju këndoj, vazhdoi Maja. Ajo filloi të këndonte të njëjtën ninull që dikur kishte kënduar për Saulin. Për një moment, dhoma u mbush me të njëjtën magji që kishte ndryshuar jetën e tyre muaj më parë. Në korridor, Ivaneta I shikonte me lot në sy. Sauli ju afrua. Faleminderit, I tha. Pa ty, ajo natë e parë nuk do të kishte ndodhur kurrë. Ivaneta buzëqeshi me përullësi. Bëra vetëm atë që zemra më tha se ishte e drejtë. Kur dolën nga spitali, Maja tha me siguri, flutura po fluturon pak më mirë. Edhe zoti Carlo do të zgjohet shpejt. Si e di, pyeti Juliana. Sepse I thash se tani kam një familje të plotë dhe ai buzëqeshi pak, u përgjigj Maja. Njerëzit zgjohen më shpejt kur dinë se dikush I pret me dashuri. 5 vjet më vonë, shtëpia e tyre ishte mbushur me zëra fëmijësh. Maja, tani 11 vjeçe, luante në obor me vëllain e saj të birsuar, Miguelin 8 vjeçar dhe motrën e vogël, Carlën 5 vjeçare. Programi Engjëjt e Shoqërisë ishte zgjeruar në 12 spitale në São Paulo dhe në disa qytete të tjera. Historia e Majës kishte frymëzuar dokumentar dhe libra. Juliana ishte diplomuar me nderime dhe drejtonte departamentin e humanizimit spitalor. Sauli kishte transformuar kompaninë në një model ndërtimi me fokus social. Një pasdite të qetë, ndërsa dielli hynte nëpër dritare, Sauli lexonte gazetën dhe Juliana mbaronte punët e kuzhinës. Maja hyri me një vizatim në dorë. Po vizatoj shtëpinë tonë të re, tha ajo. Por ne kemi shtëpi, u habit Carla. Po, por familja jon do të rritet akoma, buzëqeshi Maja. Atë mbrëmje, pasi fëmijët fjetën, Juliana dhe Sauli u ulën në kopsht në dritën e yjeve. Juliana vendosi dorën e Saulit mbi barkun e saj dhe me zë të butë I tha, do të kemi një fëmijë. Sytë e tij u mbushën me lot gëzimi. Nga dritarja, Maja I shikonte dhe buzëqeshi, duke shtuar edhe një figurë të vogël në vizatimin e familjes së saj. Në shumë spitale të qytetit, fëmijë të tjerë vazhdonin të sillnin dritë në dhomat e errëta. Sepse Maja kishte mësuar të gjithëve se nuk duhet të jesh engjëll për të ndryshuar botën. Mjafton të kesh një zemër të madhe dhe të besosh se dashuria mund të zgjojë çdo që flen në errësirë. Dhe kështu, jeta e tyre vazhdoi, e ndërtuar jo mbi pasuri materiale, por mbi dashuri, guxim dhe zgjedhjen për të qenë dritë për njëri tjetrin. Në spitalin universitar, Sauli kishte transformuar kompaninë e ndërtimit në një sipërmarrje të përqendruar te banesat sociale dhe projektet humanitare. Një pasdite të qetë, Maja hyri në salon me një letër në dorë. Babi, tha ajo me buzëqeshje, erdhi kjo për ty. Sauli mori zarfin.
Ishte nga spitali sirio-libanez. Ai e hapi me kujdes dhe filloi të lexonte me zë të lartë që edhe Juliana ta dëgjonte. I nderuar Zoti Brava. Kemi kënaqësinë t'ju informojmë se Zoti Carlo Mendes, pacienti që qëndroi në koma për 6 javë në spitalin ton, është zgjuar plotësisht javën e kaluar. Gjatë rikuperimit të tij, ai përmendi vazhdimisht një vajzë engjëll që i këndonte. Kur i treguam një fotografi të programit Engjëj të shoqërisë, ai identifikoi menjëherë vajzën tuaj, Majen. Juliana ndaloi së fshiri pjatat. Carlo u zgjua, pyeti ajo me emocion. Jo vetëm që u zgjua, vazhdoi Sauli, por dëshiron të na takoj personalisht për të falënderuar familjen Brava Ferreira. Thot se zëri i Majës ishte ai që e solli përsëri në jetë. Maja buzëqeshi me siguri. E dija që do të zgjohej. Zakonisht i zgjoj. Juliana e përqafoi me butësi. Jo gjithmonë, zemra ime. Jo gjithmonë, pranoi Maja, por edhe kur nuk zgjohen, të paktën e din se dikush kujdeset për ta. Sauli palosi letrën dhe vështroi familjen e tij. Në obor, Migueli po i mësonte Carles të ngjiste biçikletën, ndërsa Juliana po këndonte lehtë duke rregulluar kuzhinën. Maja ishte ulur në divan duke vizatuar një tjetër nga vizatimet e saj të famshme me familje të lumtura. E dini çfarë mendoj, tha Sauli. Se jemi familja më me fat në botë. Pse, pyeti Carla duke hyrë me vrap. Sepse u gjetëm kur kishim më shumë nevojë për njëri tjetrin, tha Migueli. Dhe sepse kemi shumë dashuri për të dhënë, shtoi ai. Dhe sepse dashuria gjithmonë gjen një mënyrë, përfundoi Maja pa ngritur syt nga vizatimi. Juliana u ul pranë Saulit. Çfarë po vizaton tani, bija ime? Shtëpin ton të re. Por ne kemi shtëpi, tha Carla e hutuar. Kjo është ndryshe, shpjegoi Maja. Është më e madhe, me një vend të veçantë për të pritur fëmijët e programit dhe me një kopsht të madh ku të gjitha fluturat e lënduara mund të shërohen. Sauli pa vizatimin. Ishte një shtëpi e madhe me dritare shumë ngjyrëshe, një kopsht me lule dhe figura të vogla që luanin bashkë. Është e bukur, Maja, por a nuk është shtëpia jone e tanishme e mjaftueshme? Maja ngriti syt dhe buzëqeshi. Nuk doja të thosha të ndërtojmë një shtëpi të re. Doja të thosha se familja jon do të rritet akoma. Juliana dhe Sauli u pan me njëri tjetrin. Sa vëllezër e motra mendon se do të kemi, pyeti Juliana duke qeshur. Të gjitha ata që kanë nevojë për ne, u përgjigj Maja. Atë mbrëmje, pasi fëmijët fjetën, Juliana dhe Sauli u ulën në obor nën qiellin plot yje. A beson në atë që tha sot, pyeti Juliana. Se familja jon do të rritet më shumë? Sauli mori dorën e saj. Maja ka një dhunti për të parë atë që zemra e njerëzve ka nevojë. Nëse ajo mendon se do të rritemi, ndoshta ka të drejtë. Dhe ti do të ishe gati për më shumë fëmijë, pyeti Juliana me butësi. Sauli buzëqeshi. 6 vjet më parë isha një njeri i vdekur në një shtrat spitali. Sot kam një grua që e dua, 3 fëmijë të mrekullueshëm dhe një jetë plot kuptim. Nëse vinë më shumë fëmijë që kanë nevojë për dashuri, zemra jon ka vënë. Juliana vendosi dorën e tij mbi barkun e saj. Po nëse nuk është një fëmijë që ka nevojë për ne, por fëmia ynë? Sytë e Saulit u mbushën me lodh. Je 7 zën? 6 javë, tha ajo me buzëqeshje të turpshme. E mësova sot në mëngjes. Sauli e përqafoi fort, si herën e parë që e kishte mbajtur në krah. Nga dritarja, Maja i shikonte dhe shtoi një figurë të vogël në vizatimin e saj. Në dhomat e tjera, Migueli dhe Carla flinin të qetë, të sigurt në dashurinë e familjes së tyre. Në zemër të qytetit, fëmijët të tjerë të programit Engjëj të shoqërisë vazhdonin të vizitonin pacient të vetmuar, duke kënduar ninulla dhe duke përshpëritur fjalë shprehëse, sepse Maja kishte mësuar të gjithëve se nuk duhet të jesh engjëll për të sjellë dritë në errësirë. Mjafton të jesh njeri, të kesh një zemër të madhe dhe të besosh se dashuria mund të zgjojë çdo që flen në heshtje. Historia e Saulit, Julianës dhe Majës dëshmoi se familjet nuk lindin gjithmonë nga gjaku, por nga zgjedhja dhe përkushtimi. Se dashuria e vërtet mund të kapërcejë çdo pengesë dhe se kur një fëmijë beson në ty, mund të lëvizësh male. Ajo javë që kishte nisur me një vajzë të vogël që hyri në një dhomë spitali duke thënë mos ki frikë, jam këtu, ishte shndërruar në një jetë të tërë plot dashuri, qëllim dhe mrekulli. Kjo histori na kujton se nuk është kur vonë për të gjetur dashurinë e vërtetë dhe për të ndërtuar një familje. Ndonjëherë, shanset e dyta vijnë kur nuk i presim.
Dashuria ka fuqinë të transformojë jetën, të shërojë plagë të vjetra dhe të krijojë fillime të reja. Sauli ndryshoi plotësisht jetën e tij për dashurinë e Majës dhe Julianës, duke kuptuar se lumturia nuk matet me para apo sukses, por me momentet e thjeshta që ndajmë me ata që duam. Dhe kështu, familja e tyre vazhdoi të rritej, e udhëhequr nga drita e një vajze që besoi se dashuria gjithmonë gjen një mënyrë.